uniteti qëndrimeve dhe sot qëndrimi Berishës, dhe unë vend diskutim dhe qëndrimin e Kurtit në këtë moment, por Kurti justifikohet se Kurti se lithas gjë më UÇK-n. Kurti që në momentet e para ka qenë kundër UÇK-s, që në politika ka qenë kundër UÇK-s. Po pse Ben, ka qenë këshilltari Adem Demaçi të bëjë. Çfarë ka qenë? Këshilltari Adem Demaçi. Çdo thot këshilltar. Çdo thot këshilltar. Mos i ngatrojmë gjërat. Mos i ngatrojmë gjërat sepse nuk flitet me individin Kurti. Flitet me një strukturë të tërë e cila po ecën në një drejtim. Dhe sot, kur po bëhet një solidaritet, është qëndrim solidarar, ndaj një embrioni patriotik, ndaj një çlirimtari, nuk ka ndasi politike. Çdo tentativë për ta futur në politikë është vijshmëria e qëndrimit. Është ajo ku tradhtari nuk ka kurajo t'i dal hapur çështjes, po përdor të gjitha llojet artificave për të justifikuar qëndrimin e vet armiqësor ndaj Kosovës. Dhe duhet ta them hapur fare këtë, nuk kam fare ndjesi për ta thënë hapur fare. Sali Berisha gjithë jeta jote ka qenë de facto kundër Kosovës. De jure kundër Kosovës. Demagogjia jote ka qenë pro Kosovës. Sepse ti e personi I cili ke bërë dëmin më të madh edhe për çështjen e Kosovës. Edhe për çështjen. Dhe sot, me qëndrimin që po mban, duke tentuar të politizosh një ngjarje që s'ka të bëjë fare me politikën. Këtë kërkon Serbi. Që çështjen e UÇK-s ta fut në korridore politike. Çështja e UÇK-s nuk është politik. Çështja e UÇK-s është kombëtar. Kurti pse e vën dyshim në çfarë kuptimi? Po vetë sepse dhe Kurti është pa lejueshme Kurtin, I cili e di mjaft mirë gjithë historinë e Kosovës. E di mjaft mirë që UÇK-ja është simbol në Kosovë. Nuk është parti, është simbol. Është pikë e bashkimit të Kosovës. Është pikë e qëndrimit kombëtar ndaj është pikë bashkimi, nuk është pikë ndarje. Po fute politikën se që kanë futur, të gjithë ta justifikojnë qëndrimin e tyre të dyshim të. Në qoftë se për Kurtin nuk mund të flas dot sepse nuk kam shumë informacione, për Berishën ja me 100%. Është e patolerueshme, edhe në qoftë se ngriti pretendimin që është një aktivitet I majtur, them ku është majta më. UÇK-ja është kombëtare, nuk është politike. Por ta zëm në një moment që kryeministri I Shqipërisë do të fliste. Ja pra utroj që kryeministri I Shqipërisë. Dhe ka 2 ditë që është tërhequr kryeministri I Shqipërisë. Dhe sot në mëngjes qëndrimi I Berishës është kundër këtij aktiviteti. Është vërtet Ben që anulloi një fjalim që mund zgjaste 1 orë. Nuk e di sa do të zgjaste sepse kjo është çështje e drejtë për drejtë e vet Ramës. Dhe unë nuk e di nga u gjet kjo konfidencë që është futur në zyrën e Ramës dhe përcaktoi dhe sa orë do fliste Rama. Nuk e di një gjë të tillë. Por di vetëm një gjë. Po, ata kishin ftuar kryeministrin e Shqipërisë. Dhe kryeministri I Shqipërisë është institucion, nuk është individ. Pra nuk është kryetari I Partisë Socialiste, por është kryeministri I Shqipërisë. Rastisht që kryeministri I Shqipërisë është Edi Rama. Gjithsesi, duke qenë që korridoret armiqësore ndaj UÇK-s tentuan ta fusin në politik këtë çështje, kryeministri I Shqipërisë tha dhe bëri zgjedhjet e tija që është në këtë rast për të falenderuar në drejtim të afrimit të palve, afrimit të faktorit kombëtar, afrimit të faktorit mediatik, afrimit të faktorit politik, drejt UÇK-s për të simbolizuar dhe për të ngritur lart misionin e saj. Dhe këtë gjë e bëri Rama. Dhe përsëri, edhe pse e bëri, përsëri nxori zbuluar sepse këta nuk e kishin dalë te Rama. Rama ishte pretendimi I tyre, është preteksti I tyre. Synimi I tyre është I thjeshtë dhe I qartë fare. Këta janë armiqtë UÇK-s, këta janë armiqtë Ka një ndërhyrje dhe nga avokati, po. Gjojnë falë. Nuk duhet bëj polemik me Benin se edhe pak larg, por po t'isha në studio ndoshta të që bërë polemik pak me gjatë, por ideja është kjo. Sot ka qenë dita më voliçme. Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Abdigjiku, Memli Krasniqi, Albin Kurti, Ali Ahmeti dhe shumë tjerë duhet të përcisë një mesazh shqiptarëve dhe duhet të mbanin se cili ka një fjalim shkurtër për gjakun e derdhur nga luftëtarët e UÇK-s në luftën e Kosovës. Dhe kjo përsëri nuk ndodhi. Për mendimin tim kjo është një gabim I madh nga ana politike shqiptare, sepse sot ka qenë dita, po them përsëri, dita më e mirë që gjithë politikanë jepshin një mesazh shqiptarëve të bashkimit, një mesazh paqe dhe një mesazh, po themi, mbështetje pa kushte për lidhjet e UÇK-s në Hagë. Kjo nuk ndodhi për arsye sepse si gjithmonë ne krahet politike na ngatrojnë në pjesën
e interesave meskine politike. Dhe kjo është e pafalshme për ne si shqiptarë. Siç e tha dhe Beni, kjo nuk është çështje lokale, kjo është çështje kombëtare. Dhe në çështjet kombëtare bien interesat personale, bien interesat politike, bien çdo lloj interesi në këtë botë. Pra, në qoftë se primare kemi interesin kombëtar, atëherë gjithë të lider duhet të frasin mendjes se kombi ka nevojë për bashkim, që kombi ka nevojë për mesazhe, mbështetje për këta lider, të cilët u hoqën në luftën e lavdishme të Kosovës. Por në qoftë se ne flasim për përplasjen mes liderëve shqiptarë në Ballkan, atëherë për mendimin tim, do ta them dhe do ta shpreh hapur, unë nuk e kisha menduar kurrë që Albin Kurti nuk do vinte sot në Tiranë, të paktën për Albin Kurtin e kam menduar që sot do ishte në Tiranë, sepse mos do të them edhe një diçka tjetër. Shumë komandantë dhe shumë pjesë UÇK-s, Albin Kurti sot të votojnë në masë. Dhe për Albin Kurtin është e pafalshme sot që mos jetë një protestë ose një tubim në Tiranë në përkrahjen e gjithë liderëve të ushtarak të UÇK-s dhe në përkrahjen e gjithë atyre luftëtarëve që morën pjesë në luftën për shqiptarën e Kosovës ose në ushtrinë shqiptare të Kosovës. Dhe për mendimin tim vetëm kjo më ka ngel pjesa e Albin Kurti që sot nuk merr pjesë, për mendimin tim ka bërë një gabim politik për sa i përket çështjes kombëtare. Nuk them që Albin Kurti nuk është një lider i cili e cek çështjen kombëtare, e ka cekur gjithmonë. Është një lider që ka dhënë për çështjen kombëtare, këtë duhet ta pranojmë. Është një lider që në pjesën e Mitrovicës Veriu përfundimisht vendosi rregullin në komunat serbe në veri dhe për këtë ka merit pa diskutueshme, por një politikan duhet të ruajë vijimsinë e tij në qendrimet, sidomos në qendrimet kombëtare. Dhe jo pa qëllim, po e them, ajo që ka lënë një shihet hidhur është vetëm çështja e mospjesmarrjes së Albin Kurtit sot në Tiranë. Pavarësisht për klasën politike që mund të ketë, qoftë me Ramën, qoftë me Berishën, qoftë me çdo lider tjetër, Albin Kurti si kryeminist i Kosovës sot duhet kishte qenë në sheshin Skënderbej, në mbështetje të luftëtarëve të UÇK-s, sepse po e përsëri një pjesë shumë e madhe e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe mbështetës së saj sot janë votuesit, po them, kryesor për Albin Kurtin. Dhe kjo është pa justifikueshme për zotin Kurti mos pjesëmarrja sot në Tiranë. Mirë. Për sa i përket çështjes së Berishës dhe liderëve të tjerë, do jetë historia, besoj, Beni, ajo që do jap verdiktin kryesor në kontributin që do jap, ka dhënë dhe do jap secili në çështjen kombëtare. Unë nuk jam në gjendje sot të gjykoj asnjë nga këta pjesë të politikës shqiptare në kontributin që ka dhënë ose në pajësinë që kanë në çështjet kombëtare. Besoj që historia do flasë për secilin në kontributin e tij politik dhe kombëtar në çështjen kombëtare shqiptare. Pra, secili do marrë atë që meriton në përputhje me historinë në kohën e duhur, sepse ne nuk mund të themi që ka armiq për çështjen kombëtare duke mos paragjykuar asnjë njeri. Por unë them që një politikan ka detyrim kombëtar, moral, gjithçka që të jap për kombin e tij dhe për popullin e tij më të mirën. Dhe aq më keq në rast se i fut sikam bashkime popullit të tij ose kombit të tij. Dhe kjo është e pafalshme. Në këto raste kemi të bëjmë me tradhti pastër kombëtare. Dhe tradhtia e pastër kombëtare dënohet qoftë nga historia, dënohet edhe në gjitha mënyrat e nevojshme, qoftë edhe ligjore. Mirë, avokat, lejo të shkoj ose nëse e përfundon shkurt se duhet të shkojnë reklama. Jo, duhet të them që liderët duhet marrin përgjegjësi kryesore, sidomos kur vjen çështja për çështje të rëndësishme kombëtare dhe për çështje siç është shtëpia shqiptare e Kosovës dhe liderët dhe drejtuesit e saj. Okej, mirë, shkojmë publicitet dhe kthehemi pas pak.